Nuk e ardhur këtu rastësisht. Mos i lerë këto fjali të kalojnë shpejt. Qëndro me to për një çast. Sepse ata mbartin një të vërtet që shumë pak njerëz e njohin si duhet. Gjithçka ka një arsye. Çdo hap, çdo vendim, çdo kthesë e rrugës, edhe ky moment, pikërisht ky, bën pjesë në diçka shumë më të madhe nga sa mund ta shohësh me sytë e trupit. Diçka brenda teje, jo mendja, jo logjika, por ajo qendër e fshehtë që disa e quajnë shpirt, të tjerë ndërgjegje, të tjerë thjesht zëri i brendshëm. Ka vendosur se ky është momenti. Momenti për të dëgjuar, momenti për të parë qartë, momenti për të pranuar atë që ndoshta e di prej kohësh, por ke nguruar ta shqiptosh me zë. Ndoshta kohët e fundit nuk e njeh veten. Ndoshta ndjen se jeta jote është sikur një libër me faqe të përziera. Ngjarjet janë aty, por renditja s'ka kuptim. Ndoshta u zgjove një mëngjes dhe pyeta veten, a është kjo me të vërtet jeta ime? A jam ky me të vërtet unë? Ose ndoshta s'ke pasur as kohë për të pyetur. Ndoshta kaosi është bërë kaq i zakonshëm sa nuk e vëren dot më. Por trupi yt e vëren, shpirti yt e vëren. Dhe ato shenje, ato tregues të hollë që universi i dërgon para çdo ndryshimi të madh, ato janë aty, duke pritur që ti të jesh gati t'i shikosh. Shumica e njerëzve i shpërfillin ato shenja. I quajnë rastësi, i quajnë periudha të vështira, i quajnë fazë. Dhe kur faza kalon, ose mendojnë se ka kaluar, kthehen në rrjedhën e vjetër, në rutinën e njohur, në jetën që si bën dot më mirë, por e njohin, dhe nga kjo njohje marrin një lloj qetësie të rreme. Por ti nuk je këtu për qetësi të rreme. Ti je këtu sepse ndjeje se diçka po ndryshon. Dhe ke të drejtë, ndryshimi tashmë ka filluar. Brenda teje, aty ku askush tjetër nuk sheh, aty ku fara e transformimit ka plas dhe rrënjët kanë filluar të ecin thellë në tokën e vetdijes sate. Sot do të ndajmë me ty 7 nga shenjat më të fuqishme dhe më të qarta se jeta jote është gati të ndryshojë rrënjësisht. Jo shenja sipërfaqësore, jo teori të ftohta, por gjëra që ndoshta i ke ndjerë në mishe kocka, ndoshta i ke ndejtur natën duke menduar, ndoshta i ke fshehur nga të tjerët sepse s'ke gjetur fjalët t'i shqiptosh. Nëse të ngjajnë edhe 3 prej tyre, nëse ndjen se ato rezonojnë me diçka të vërtet brenda teje, dije, nuk je duke humbur rrugën, je duke i gjetur atë. Shenja e parë. Fillon të vësh në dyshim gjithçka që dikur e mbaje si të sigurt. Ka një lloj sigurie që nuk të mbron, të burgos. Është siguria e zakonit, e rrugës së shkelur, e të bërit gjithmonë atë çfarë të tjerët presin. Është siguria e individit që nuk pyet, jo sepse nuk ka pyetje, por sepse ka mësuar se pyetjet janë të rrezikshme. Por pastaj vjen një ditë, shpesh e paparashikuar, shpesh e çuditshme në thjeshtësinë e saj, kur pyetja shfaqet, e patundshme, e padukshme, e pashtypshme. Kush jam unë me të vërtet? Apo jetoj jetën time, apo jetën që dikush tjetër ka hartuar për mua? Çfarë do me zemër, jo me logjik? Nëse të gjitha rrethanat do ndryshonin nesër, kush do të isha? Këto pyetje s'vinë si katastrofë, vinë si uji i lehtë që fillon të gërvis gurin dhe nuk ndalon. Çdo ditë, pak e nga pak, derisa guri fillon të marrë formën tënden. Shumë njerëz i tremben këtyre pyetjeve. I mbajnë larg me punë, me zhurmë, me argëtimet pafund. Sepse nëse do të lejonin të vërtetën të hyjë, do të duhej të ndryshonin gjëra. Dhe ndryshimi kërkon guxim. Por ti ke filluar të përgjigjesh, ndoshta jo me fjalë, ndoshta jo ende me vendime, por me vëmendje. Me kujtesën e sendeve që dikur të jepnin kuptim dhe tani duken bosh. Me krahasimin midis jetës që po bën dhe asaj që ndjen se mund të kishe. Këtë mos e ngatëro me harres apo me mos mirënjohje ndaj rrugës sate. Është krejt e kundërta.
Është pikërisht shenja se jem mjaftueshëm i maturuar dhe i ndershëm me veten për të parë më tej se pamja sipërfaqësore. Mendja, kur fillon të pyes, kryen operacionin më të vështirë dhe më të nevojshëm. Zhbën strukturat e vjetra mendore që të kanë udhëhequr deri tani, si punëtori që rënon muret e vjetra jo nga zemërim, por sepse ka parë modelin e ndërtesës së re dhe di se muret e vjetra nuk do t'i mbajnë. Ky proces shpesh shoqërohet me shqetësim, me ndjesi humbje, me periudha kur nuk di si të qëndrosh brenda lëkurës sate, sepse ajo ndjenja e vetes, kush je ti, çfarë mban, çfarë beson, është e trazuar. Por dije, ai trazim nuk është shkatërim, është krijim. Universi nuk të bën pyetje të vështira për të lënduar. Të bën pyetje sepse ti je gati për të thyer kornizën, për të parë horizonte të reja, për të hyrë në dhomën tjetër të ndërtesës sate brendshme, dhomë që gjithmonë ka qenë aty, por dera kishte qenë e mbyllur. Dhe tani, pik pas pike, dera fillon të hapet. Mos ki frik nga errësira fillestare. Çdo dhomë e re duket e errët kur shkel brenda për herë të parë, para se sytë të mësohen me dritën e re. Por drita është aty, gjithmonë ka qenë aty. Pyetjet nuk janë shenja se ke humbur, janë shenja se ke filluar të gjesh. Shenja e dytë. Ndjen se po largohesh nga vetja e vjetër. Imagjino një lëvore peme në pranverë. Nga jashtë duket po e njëjta pemë, i njëjti trung, të njëjta deg. Por nën atë lëvore, diçka po rindërtohet. Lëvizje mikroskopike të panumërta që bashk formojnë ndryshimin që do të shihet kur të vijë vera. Ashtu ndihesh ti tani. Nga jashtë, ndoshta jeta jote duket njësoj, e njëjta rutinë, e njëjta adresë, ndoshta edhe e njëjta fytyrë para pasqyrës çdo mëngjes. Por brenda, diçka ka filluar të lëviz, shumë thellë, shumë qetë, shumë me qëllim. Dhe kjo lëvizje shprehet fillimisht si humje ngjyre. Gjërat që dikur të aktivizonin, aktivitetet e preferuara, bisedat me disa njerëz, vendet ku shkoje me kënaqësi, fillojnë të duken si tablone zbehur. E shikon në mur dhe e kupton se dikur të emociononte, por tani, asgjë, ose pothuajse asgjë. Njerëz me të cilët ndaje momente të çmueshme, tani duken si figura nga një skenë tjetër teatri, të njohur, por jo si të tut. Vende ku dikur ndiheshe i mbrojtur, i plot, i qetë, tani kanë humbur atë ndjesi shtëpie. Ky distancim gradualisht bëhet edhe nga vetja e vjetër, nga ato versione të tua që ke lozur vite me radhë, fëmia i mirë, nxënësi i shkëlqyer, personi i besueshëm, ai që nuk ankohet kurrë, ajo që buzëqesh gjithmonë. Role të mësuara, jo të zgjedhura, kostume të qepura nga pritshmëritë e të tjerëve, jo nga forma e vërtetë e trupit tënd. Dhe tani, ato kostume fillojnë të shtrëngojnë, frymëmarrjen, mendimin, lirinë. Kjo nuk është krizë identiteti, edhe pse shpesh ndihet kështu, është evolucion identiteti. Është diferenca midis pemës që qanë se ka lëshuar gjethet e vjetra dhe pemës që di se gjethet e reja po vinë, më të gjelbra, më të freskëta, më të forta. Ka një lloj vajtimi që ndjek këtë largim. Është real dhe duhet nderuar. Nuk është dobësi ta ndjesh, është ndershmëri. Sepse çdo version i vetes sate, edhe ai që je duke lëshuar, ka mbartur diçka, ka pasur dashurinë e vet, kuptimin e vet, rëndësinë e vet. Dhe nderimin e tij e bën duke e lejuar të ikë me mirënjohje, jo duke u kapur me frikë. Por pas çdo vajtimi vjen agimi, pas çdo lëshimi vjen liria, pas çdo fund vjen fillimi i ri, jo i njëjti fillim, por shumë më i bukur, shumë më autentik, shumë më i yti. Ajo ndjesi boshllëku brenda teje nuk është mungesa, është hapësira. Hapësira ku jeta e re ka vend të rritet. Dhe universi, me mençurinë e tij të patundshme, nuk e lë kurrë bosh hapësirën e lëshuar me dashuri. Gjithmonë e mbush me diçka më të mirë. Dije, largimi nga vetja e vjetër nuk do të thotë se ajo vete ishte gabim. Do të thotë se je rritur,
dhe rritja e vërteta, e thella, e guximshme, kur nuk është e rehatshme, por është gjithmonë e vlefshme. Shenja e tretë. Gjërat që dikur dukeshin jetike, tani duken të vogla. Dikur kishte gjëra për të cilat rrije zgjuar natën. Opinioni i dikujt, pozita në punë, çfarë mendojnë fqinjët, nëse ke më shumë ose më pak like, nëse ke arritur standardin e paracaktuar të suksesit deri në moshën e caktuar. Tani, ato ndjesi janë duke shuar, dhe nuk e bën me forcë, ndodh vetiu, si ujë që humbet temperaturën ngadalë. Ky ndryshim perspektive është njëri nga shenjat më interesante dhe ndoshta më befasuese, sepse nuk bëhet fjalë për cinizëm, nuk po bëhesh indiferent ndaj jetës, bëhet fjalë për rikalibrim, po bëhesh shumë më i ndjeshëm ndaj gjërave që vërtet kanë rëndësi. Ka diçka tjetër që po trokit nga brenda, diçka që s'ka emër të saktë, por e njeh kur e ndjen. Nevojë për kuptim, për lidhje të vërteta, për kontribut, për qetësi të brendshme. Nevojë jo thjesht për të patur gjëra, por për të qenë diçka. Dhe ky ndryshim fillohet të shprehet edhe në sjellje. Fillon të zgjedhësh biseda me substancë mbi biseda zbavitëse bosh. Fillon të vlerësosh kohën e qetë mbi zhurmën sociale. Fillon të vesh re bukurinë në gjëra të vogla, dielli mbi gjethe, qeshja e sinqertë e dikujt, heshtia e mëngjesit të hershëm. Nuk është se bota e jashtme ka ndryshuar, ti je ai që ka ndryshuar. Sytë e tu shikojnë ndryshe tani. Ky ristrukturim vlerash shpesh sjell edhe çaste konfuzioni, sepse shoqëria dhe mjedisi rreth teje vazhdon të mas suksesin me të njëjtat tregues të vjetër: para, status, pozit, aparenca. Dhe ti po e sheh gjithnjë më qartë se ato tregues janë sipërfaqësor. Mund të ndihesh i vetmuar në këtë kuptim të ri, sikur nuk ka kusht ta ndaj me ty, sikur nëse e shpjegon, do ta keq kuptojnë ose do të tallin. Por kjo vetmi, e vërteta, jo ajo e rrjeteve sociale, është hapësira e shejtë ku vetdia rritet. Është heshtja para fjalës, është errësira para dritës. Dhe gradualisht, kur fillon të jetosh sipas kësaj hierarkie të re vlerash, kur zgjedh autenticitetin mbi performancën, kuptimin mbi argëtimin, qetësinë mbi miratimin, fillon të tërheq njerëz dhe situata që janë në frekuencën e njëjtë. Sepse jeta si magnet funksionon, jo si dëshira naive, por si harmoni. Kur ti ndryshon frekuencën, ndryshon edhe ajo çfarë rezonon me ty. Dhe atëherë kupton, nuk humbe gjërat e vjetra, hape rrugën për diçka shumë më të vërtetë. Shenja e katërt. Intuitës sate i beson më shumë se kurrë. Para se të mësosh të flasësh, para se të mësosh të ecësh, para se të mësosh të numërosh dhe të dallosh ngjyrat, kishte diçka brenda teje që dinte. Dinte kur ishte mirë dhe kur s'ishte. Dinte kur ishte i sigurt dhe kur jo. Dinte pa fjalë, pa argument, pa provë. Kjo është intuita. Ajo gjithmonë ka qenë aty, por vitet, sistemi arsimor, presioni social, frika nga gjykimi, të gjitha ato të kanë mësuar ta heshtësh. Të bazohesh te logjika, te argumentet, te çfarë mendojnë të tjerët, të mos u besosh ndjenjave pa i kaluar nëpër filtrin e arsyes. Dhe tani, ai zë po kthehet. Fillimisht si shpirt, fjalë, ndoshta nuk është fjala e duhur, ndoshta si hov, si ndjesi fizike në kraharor ose bark, si certifikate brendshme për diçka pa e ditur pse je i sigurt. Ky person nuk është i sinqert me mua, para se të kesh provë. Ky vendim, edhe nëse logjika thot po, s'është i duhuri për mua. Kjo rrugë ndihet e gabuar, edhe pse nga jashtë duket perfekte.
dhe sa herë ke dëgjuar atë zë dhe ka dali sakt. Sa herë e ke shpërfillur dhe e ke paguar. Intuita nuk është magjike në kuptimin misterioz. Është inteligjencë e grumbulluar nëpër ekuivalentin e miliona viteve të eksperiencës, tënden dhe të gjitha tyre që kanë jetuar para teje. Trupi yt mban shënime që mendja nuk i di të lexojë. Ndjenjat tua janë gjuhë e drejtë për drejtë e kësaj inteligjence. Kur fillon të nderosh, jeta bëhet e ndryshme. Vendimet nuk janë më vetëm kalkulus, janë bashkëbesidim midis mendjes dhe shpirtit, dhe kur ato dy bien dakord, nuk ka forcë që të ndalë. Por ka edhe diçka tjetër. Edhe kur mendja dhe shpirti nuk pajtohen, gradualisht fillon të dish cilin të dëgjosh. Jo gjithmonë shpirti ka të drejtë dhe mendja gabim, por di kur shpirti flet nga frika dhe kur flet nga e vërteta. Dhe ky dallim, kjo vetdije, është njëri nga frutat më të çmueshëm të transformimit. Ndodh edhe diçka tjetër kur intuita të bëhet kompas i besuar. Sjelljet sinkronike fillojnë të duken. Takime jo të rastësishme. Fjalë të dëgjuara pikërisht kur duheshin dëgjuar. Libra të gjetur pikërisht kur ke nevojë për atë mesazh. Nuk është se bota ka ndryshuar, është se ti po vëren atë çfarë gjithmonë ka qenë aty. Modelin nën sipërfaqen e kaosit, harmoninë brenda zhurmës. Besoj atij zëri, jo verbërisht, por me kujdes. Testo atë, dëgjo atë, dhe shiko se çfarë ndodh kur jeton ndryshe, jo si jeton dikush tjetër, por si ti ndihesh i thirrur të jetosh. Shenja e 5. Ndjen një etje të palëkundshme për rritje dhe zhvillim personal. Një kohë mjaftonte. Mjaftonte të kishe punën, rutinën, të dielën me familjen, lajmet në mbrëmje. Jeta ishte organizuar dhe parashikueshme dhe kjo ishte mirë. Por diçka ka ndryshuar. Tani, ai organizim duket si kufizim. Ajo parashikueshmëri duket si qeli, dhe brenda teje ka filluar të fryj era. Era e hapësirave të hapura, e mundësive të pa eksploruara, e versionit të vetesate që ende nuk e ke takuar. Etja për rritje nuk është krenari, nuk është ambicje sipërfaqësore për të fituar shumë ose për të bërë i famshëm. Është nevoja shpirtërore e thellë e çdo qenjeje të gjallë, nevoja për të bërë atë çfarë je krijuar të bësh, për ta lëshuar dhuntinë e brendshme, jo ta mbash të mbyllur. Dhe kjo etje nuk shuhet lehtë. Sa herë provojmë ta injorojmë, aq më e zëshme bëhet. Sa herë e shtym për nesër, aq më i rënd ndihemi sot. Ajo shprehet në mënyra të ndryshme. Ndoshta fillon të lexosh libra që dikur s'do t'i kishe marras në dorë, filozofi, psikologji, biografi njerëzish që kanë jetuar jashtë rregullave. Ndoshta fillon të dëgjosh podcaste ose të ndjekësh kurse jo për certifikat, por sepse njohuria ju ngjall diçka brenda. Ndoshta fillon të kërkosh biseda me njerëz interesant, me njerëz që sfidojnë mënyrën se si e shikon botën. Dhe bashkë me etjen për të mësuar, vjen edhe guximi për të shëruar. Sepse rritja e vërtet nuk është vetëm shtimi i njohurisë jashtë, është pastrimi i rrënjve mbrenda. Plagët e vjetra, bindjet kufizuese, nuk jam mjaftueshëm i mirë se meritoj, ky nuk jam unë. Njerëzit si ne nuk arrin gjëra të tilla. Modelet e mësuara që tashmë janë bërë pjesë automatike e mënyrës se si funksionon, pa e ditur se si. Kur fillon t'i shikosh ato bindje me sy të hapur, jo me gjykim, por me kuriozitet, ato humbasin fuqinë. Nuk zhduken me njëherë, por fillojnë të hetohen. Dhe kur hetohen, fillojnë të lehtësohen. Ky është ndoshta aspekti më guximtar i transformimit. Të kesh guxim të shikosh atë çfarë ke mbuluar, të pranosh atë çfarë ke mohuar, dhe të zgjedhësh lëshimin e asaj çfarë nuk të shërben më. Edhe kur ajo gjë ka qenë pjesë e historisë sate për shumë kohë, por me çdo stres të hequr, me çdo besim të vjetër të lëshuar, bëhesh pak më shumë i lehtë, pak më shumë i lirë,
pak më shumë i gjallë. Dhe njerëzit rreth teje fillojnë ta ndjejnë ndryshimin. Jo sepse e flet, por sepse energjia jote ka ndryshuar. Sepse ecja jote, zëri yt, mënyra se si prezantohesh, të gjitha mbartin diçka të re, diçka më autentike, diçka që tërheq. Rrethi yt fillon të riorganizohet natyrshëm. Njerëz me etjen e njëjtë fillojnë të shfaqen. Njerëz që pyesin, që eksplorojnë, që besojnë se jeta ka shumë më tepër të ofrojë nga sa shfaqja sipërfaqësore e saj. Dhe me ata njerëz, bëhet e mundur lloji i bisedës dhe i lidhjes që dikur mendonje se ekzistonte vetëm në libra. Etja jote për litje nuk është çmenduri, është thirrja e shpirtit tënd drejt destinacionit të vet. Mos e freno, leje të çojë. Nëse ndjen se je duke u zgjuar dhe duke e kuptuar veten më thellë, lëre një like dhe shkruaj në komente. Jam në rrugën e zgjuarjes. Shenja e 6. Po ndjen nevojë urgjente të largohesh nga marrëdhëniet dhe situatat që të shterojnë. Ka njerëz që e dim se na duan, dhe megjithatë, pas çdo takimi me ta ndihemi të zbrazur. Ka situata në të cilat e dim se jemi siç duhet të jemi, dhe megjithatë, çdo herë që hym aty ndihemi sikur po tradhtojmë një pjesë të vetes. Dikur e toleronim, dikur gjenim justifikime. Kështu është jeta. Edhe unë kam të metat e mia. Nuk mund të presësh gjithmonë gjithçka perfekte. Dhe ato justifikime jo gjithmonë janë të gabuara. Por ka një ndryshim thelbësor midis tolerancës së shëndetshme dhe sakrificës kronike. Tani, ndoshta për herë të parë, ke filluar ta shikosh atë ndryshim. Marrëdhëniet toksike nuk janë gjithmonë ato dramatike, me grindjet e furishme dhe lotët e vazhdueshëm. Shpesh janë të qeta dhe të ftohta. Janë ai person që s'të dëgjon kurrë me të vërtet. Ajo shoqe që gjithmonë është në kompeticion. Ai mjedis pune ku energjia jote del dhe rikthehet, gati se asgjë. Ajo dinamik familjare ku luhet rol, por kurrë nuk je i lirë. Transformimi yt i brendshëm ka ngritur ndjeshmërinë tënde energjetike. Çka dikur nuk e ndjeje, ose ndjeje por e ktheje sforcërisht në gëzim ose neutralitet, tani e ndjen qartë. Peshën, zbrastin, distancën midis kush je ti dhe kush të kërkohet të jesh në prezencën e disa njerëzve. Dhe kjo qartësi, edhe nëse e bën gjithçka të vështirë, është dhuratë. Lirimi nga toksiciteti nuk kërkon shpjegim publik, akuza ose skena dramatike. Shpesh bëhet qetësisht, me kufi të vendosur butë, por fort, me distancë graduale, me zgjedhje të qëllimshme të energjisë ku e investon. Ky akt nuk është egoist. Kjo është njëra nga gjërat që shoqëria shpesh gabimisht na mëson, se bëhet fjalë ose për veten, ose për të tjerët. Por kufiri i shëndetshëm nuk është mur, është urë. Kur e ruan veten, je i aftë të jesh prezent, i sinqert, i dashur, i dobishëm për njerëzit e tjerë. Kur nuk e ruan veten, shërben si i zbrazët, dhe atëherë s'ke çfarë t'u japësh dot. Kur fillon të lëshosh lidhjet dhe situatat që të shterojnë, ndodh diçka që ndoshta nuk e pret. Fillon të ndihesh fajtor, sepse ke qenë mësuar, ndoshta prej një jete të tëre, të veshësh fajsin si uniformën e mesatarit, si provën e dashurisë sate. Nëse kujdesem me të vërtet, nuk do largohem dot. Por fajësia nuk është kompas moral. Shpesh është thjesht simptom e programimit të vjetër, e kufive të pavendosur, e vlerave të huazuara, e nevojës për miratim. E kupton të vërtetën e kësaj kur pyet: a e lë sepse nuk dua të mirën e tyre, apo sepse s'kam më fuqi të jap çfarë nuk e kam? Kur lëshon me dashuri, me dëshirën e mirë për tjetrin, por pa flijimin e vetes, nuk tradhtove askënd, maturove. Dhe pjekuria kur nuk duhet justifikohet. Pas lëshimeve vjen hapësira, dhe hapësira s'qëndron bosh gjatë. Njerëz të rinj hynë, jo si zëvendësim, por si forcë tjetër energjetike. Njerëz që janë edhe ata duke u rritur. Njerëz që nuk të kërkojnë të jesh gjysma e vetes sate. Njerëz që ngazëllejnë me progresin tënd, jo kërcënohen. Ato lidhje janë të ndryshme. Janë të lehta, jo sepse janë të sipërfaqësore, por sepse janë të ndershme. Janë të thella, jo sepse janë të rënda,
por sepse janë të vërteta. Ato janë lidhjet që jeta ka rezervuar, por ka pritur që ti të bësh vend për to. Shenja e 7. Ndjen një shkëputje të thellë nga gjithçka që nuk i shërben më shpirtit tënd. Shenja e fundit nuk është thjesht shuma e 6 të parave. Ajo është sinteza e tyre. Është momenti kur transformimi brenda teje arrin mas kritike dhe fillon të shprehet si ndryshim i qëndrimeve të thella, mënyra se si shikon botën, se si sillesh me veten, se si kupton rolin tënd në gjithçka. Shkëputja e thellë ndodh ngadalë. Ka mëngjese kur zgjohesh dhe gjithçka duket normale, por pastaj fillon të vësh re, diçka ka ndryshuar. Ai nervozizmi i vjetër nga gjërat e vogla, më i dobët. Ajo nevojë urgjente për miratim, më e qetë. Ajo frikë kronike e të bërit gabim, filloi të humbas volumin. Zakonet të vjetra humbin atraktivitetin. Jo nga disiplina, por nga indiferenca e natyrshme. Si dieta, jo sepse e ke vendosur me forcë të mos e hash tortën, por sepse shijet e tua kanë ndryshuar. Mendime të vjetra, modele të vjetra reagimi, interpretimi i vjetër i ngjarjeve, fillojnë të humbin fuqinë e automatizimit tyre. Tani ato kalojnë në përfiltrin e ndërgjegjjes sate të re. Tani ti mund të zgjedhësh, jo gjithmonë, jo menjëherë, por gjithnjë e më shpesh, si tu përgjigjesh, jo vetëm si të reagosh. Kjo është liri, jo liria nga rrethanat. Rrethanat nuk kontrollohen gjithmonë, por liria e qëndrimit të brendshëm ndaj rrethanave. Ndryshimi brenda hapësirës midis ngjarjes dhe reagimit tënd. Filozofi i lashtë Marcus Aurelius e shpjegoi me elegancë: ne nuk mund të kontrollojmë çfarë ndodh, por mund të kontrollojmë si i shikojmë gjërat. Dhe transformimi yt është pikërisht ky, zhvillimi i aftësisë për të parë ndryshe. Bashkë me shkëputjen nga e vjetra, vjen edhe qetësia e re. Nuk është qetësia e indiferencës, se askush dhe asgjë nuk ka rëndësi. Është qetësia e rrënjosjes. Kam themele brenda vetësime, pavarësisht nga stuhia jashtë. Dhe kjo rrënjosje, kjo ndjesi e qëndrimit shpirtëror, është ndoshta dhurata më e madhe e transformimit. Sepse kur di se kush je dhe çfarë vlen për ty, bota e jashtme humb fuqinë absolute mbi gjendjen tënde të brendshme. Njerëzit mund të mendojnë çfarë të duan. Rrethanat mund të jenë të vështira, por diçka brenda teje qëndron e palëkundshme. Jo ngurtësi, rrënjosje. Dhe nga ajo rrënjosje fillon rritja e vërtet, jo si luftë kundër asaj çfarë je, por si lulëzim i asaj çfarë mund të bëhesh. Nëse këto fjalë rezonojnë, nëse ndonjë fjali të ka prekur diçka që nuk mund ta emërtosh, por e nje, dije, nuk është rastësi. Janë fjalia e duhur, çasti i duhur, shpirti i duhur. Diçka brenda teje është duke u zgjuar. Mençuria jote e thellë po ngrihet nga sipërfaqja. Dhe nëse i beson asaj, nëse e ndjek me guxim dhe butësi në të njëjtën kohë, je gati të hysh në kapitullin më të jashtëzakonshëm, më autentik dhe më të lirë të jetës sate. Mbyllja. Kur zgjohesh, gjithçka fillon. Çfarë ndodh kur i pranon këto shenja? Çfarë ndodh kur ndalon ti luftosh dhe fillon t'u besosh? Ndodh diçka e thjeshtë por e fuqishme. Fillon të jetosh me drejtim. Jo drejtim i dhënë nga të tjerët. Drejtim i lindur nga brendia jote. Paqja nuk është më diçka që e kërkon jashtë. Fillon të ndihet si gjendje bazike, jo si rast. Qartësia nuk është më luk si rasteve të mira, bëhet mënyra se si shikon edhe kohët e vështira. Autenticiteti nuk është një ideal i largët, bëhet vendimi i çdo dite, i çdo bisede, i çdo zgjedhje. Kjo nuk do të thotë se jeta bëhet e lehtë. Do të thotë se ke burime të brendshme që dikur nuk i njihje. Do të thotë se sfidat nuk të thyejnë, të formojnë. Do të thotë se humbjet nuk të shkatërrojnë, të mësojnë. Je duke u bërë njeriu që ke qenë gjithmonë, jo njeriu që të tjerët kanë dashur të jesh. Dhe ky udhëtim, i thellë, ndonjëherë i dhimbshëm,
shpesh i bukur dhe gjithmonë i vlefshëm, nuk ka mbarim të qartë. Nuk është destinacion, është orientim, është mënyra e lëvizjes. Mbetu kurioztar, mbetu i hapur, mbetu i sinqert me veten, edhe kur e vërteta kërkon guxim. Mos i largo pyetjet, mos i ndal lotët kur duan të bien, mos e shty zgjimin sepse koha nuk është e duhur. Koha e duhur është gjithmonë tani, pikërisht tani, pikërisht ky çast. Dhe dije, nuk je vetëm në këtë rrugë. Secili që ka guxuar të vështrojë brenda, të pyes, të lëshojë, të rilinte, ka ecur nëpër të njëjtat errësira dhe ka gjetur të njëjtën dritë. Jo dritën e të tjerëve, dritën e vet. Dhe edhe ti do ta gjesh. Bashk do të vazhdojmë të rritemi. Bashk do të vazhdojmë të pyesim, të zgjerohemi, të zbulojmë atë çfarë fshihet në sipërfaqen e jetës së përditshme. Udhëtimi i vërtet sapo ka filluar. Dhe ti, me çdo hap, me çdo frymëmarrje, me çdo vendim të marrë nga zemra, je tashmë duke shkruar kapitullin e ri. Ky kanal është për ata që nuk duan thjesht të shikojnë video, por duan të rriten, të kuptohen dhe të jetojnë më vetëdijshëm. Nëse kjo t'innullon si ty, mos humb kohë. Bëhu pjesë e këtij udhëtimi. Abonohu në kanalin ton, ku sjellim përmbajtje për çdo javë që do pasurojnë jetën tuaj.